Në fakt, ndër të qetë më të bukura që kam parë, shumë e veçantë për nga ana e ndërtimit, por duket edhe shumë e vjetër. Sa e vjetër është kjo teqe? Si themelimi i teqes është 1640, ka themeluar Baba Hasani, ka dhënë në Bullgaria, po teqja ekzistuese që është sot është 1830, i bërë në gjysh Baba Aliu i teqes së Zallit, dhe si që shikoni teqja është original në infrastrukturën e saj, nuk ka as vënie dore, as një gjë. Kurse na brenda është i paruar se në kohë të komunizmit ka qenë repartur sarak, edhe dihet se si mund të katandisesh në atë kohë. Po duket që nga jashtë gurët janë ashtu si kurse janë vënd, të shumë pak të rikonstruktuara, si mund t'i ketë mbijetuar kohës? Po Zoti bën mrekullinë e vet, që kështu nuk kanë vend dorë, edhe ne nuk e kemi kacumuar fasadën e teqes, se s'kemi ç'i bëjnë më shumë se ç'ka bërë Baba Aliu të kryervepër të madhe. Është ndër teqet më të rëndësishme të zonës? Po, është një nga teqet më të rëndësishme për të komunitetin e zonës që mba këtu, se çdo teqe ka pjesën e vet, edhe shërbimin e vet. Po kjo është teqja që ka ngelur sot për sot në më të vjetrat, siç është bërë themeluar origjinale edhe sot. Do me thënë këtë ka të veçantë që është ndër teqet më të vjetra? Çfarë mund ta specifikoj diçka këtë? Nga godinat më të vjetra sot që ekzistojnë, se u prishin në kohë të komunizmit, po kjo është nga godinat më të vjetra. Pastaj pozicionin e ka të veçantë dhe selvijat janë në një mënyrë që ka mbjellë Baba Aliu që formojnë shkronjë një halla, edhe kjo është gjë më e bukur e kësaj teqe. Pse nga lart, nëse ne vendosim një pamje që parisat shkruaj një halla. Alla. Rruga është elifi që vjen, edhe pjesa e oborrit është formon shkronjë një halla. Kjo është e veçantë e bukur këtë kësaj teqe.